kemi pritur prej muajsh tashmë ardhje. Ledja, shqiptarët menduan që do vije më njëherë, sa po unë nominove. Unë të kam njohur më përpara dhe të kam njohur përmes librit që më erdhi nga një agjente letrare, që në shkurt, besoj, shkurt mars. Edhe më erdhi libri i botuar dhe shumë Ledja Xhoga. Kush është Ledja Xhoga? E ka shkruar, ishte një libër, një manuskript në anglisht. Edhe siç e kam unë, më njëherë u vura, u futa me kokë, edhe nuk ishte ndodhur nominimi atëherë, dhe e lexova. E lexova dhe më njëherë me një frym kam përshtypjen që ky libër i kishte vajtur si manuskript, ishte vajtur dhe botuesve të tjerë, të cilët natyrisht e pëlqyen, sepse ishte një libër për të pëlqyer. Dhe u futëm në një garë, jam shumë e kënaqur që Ledja më zgjodhi mua. Kjo është vërtet, nuk e di për çfarë arsye, mbase në një moment caktuar do ta pyes, po jo këtu, sepse këtu jemi për të folur për librin. Dhe pastaj erdhi, unë thash po, Ledja më tha po mua, dhe më njëherë u vendos që ky libër do të vinte në Shqip, dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe. Një libër i cili të emocionon, që ta nis ta hapësh në faqet e para. Është një libër aktual, një libër që flet për shumë çka, në fakt unë nuk dua të flas shumë, nuk dua të marr shumë vëmendje për shkak se kanë ftuar Rodina Xhungën dhe Iva Tiçon, që janë gazetare të vjetra, të cilat e kanë lexuar librin dhe e kanë pëlqyer. Gazetare heshtje të vjetra. Gazetare kemi mikën, pra dhe jam më pa. Nuk besoj se janë këto komplekse. As Rodina as Iva i njoh, jo, ja dhe unë jam shumë e vjetër, sepse nuk kam nevojë ta shpjegoj këtë gjë gjithsesi. Dhe ka ftuar edhe përkthyese, sepse libri është shkruar në anglisht në fakt. Dhe Ledja preferoj që të kishte një përkthyese. Mbas është një pyetje që do t'ja bëjmë dhe Ledja, sepse ka disa shkrimtare të cilat po shkëlqejnë tashmë nga diaspora, të cilat e shkruajnë librin në gjuhën e vendit ku jetojnë, pra në gjuhën le themi në adheun, se di se ta quaj, të dy, të parë, nuk ka rëndësi. Ka shumë adhe, njeriu mund të ketë shumë adhe. Dhe preferojnë dhe ta sjellin vetë në Shqip. Në fakt, zoti përkthyese dhe kjo është Margarita Skënderaj, të cilën kemi fatin ta kemi këtu. Tani, është për ju, Rodina, po ta lë ty si më e vjetër që je, nuk ta mohojnë dot, nuk ta njoh shumë mirë moshën, e di sa vjeç je. Kështu që po ta lë skenën për ty edhe për të vijuar më pas edhe me duam të hapim diskutimin në fakt. Është shumë e rëndësishme, jemi këtu të gjithë, jemi si një familje dhe është shumë mirë që të mos kemi asnjë lloj kompleksi edhe për të bërë pyetjet që duam, apo secili e lexon, në fakt e themi gjithmonë, që secili lexon librin sipas mënyrës së vet, ka pyetjet e veta, ka shqetësimet dhe ka hallet e veta. Ndaj është shumë mirë që ky diskutim të jetë krejtësisht i hapur. Rodina, faleminderit. Shumë kënaqësi që e takova Ledjan sot. Ledja është, siç është në libër, në paktën këtë përshtypje më jep. Këtë sapo më takove dhe më përqafove, këtë ndjeva dhe i thash edhe në libër të kam përqafuar. Unë e kam lexuar librin kur mësova çmimin, mu duk habitshme, wow, thashun, sepse ne jemi mësuar realisht që çmimet i Merkadareja. Kështu e kemi pasur rritjen tonë dhe në momentin që Lea erdhi mbas tij, na u duk që wow, ka dhe vajza. Po kur vjen Ledja, unë ndjeva për herë të parë diçka që nuk e kam ndier, unë lexoj, vazhdoj lexoj shqiptar, më thënë, dikur kisha atë snobizmin që e kishim të gjithë. Tani kemi ndryshuar sepse jemi bërë më të vjetër dhe duam të kuptojmë çfarë ndodh me të ngjashmet tanë. Dhe në përgjithësinë të gjithë përpiqemi të flasim edhe të shkruajmë fundit kur kemi kohë dhe kur kemi dëshirë, por Ledja ishte profesioniste. Ky është dallimi i Ledjas nga shumë prej nesh. Dhe ndjeva këtë gjë. Dhe profesionistët janë të tillë që të bëjnë të ndjesh rahat kushdo qofsh ti. Dhe sido që je duke i njohur apo duke i takuar. Njoja ime me Ledjan ishte ndërsa Arlinda më tha, po e kam unë, është kur i thash, wow, çfarë po ndodh? Ishte në proces redaktimin atë. Po e redaktoj, në madha në redaktim e sipër dhe unë e kam lexuar, siç kam lexuar dikur fëmijë që më ndalonin dhe lexoja ato llampa fshehurazi. Kështu kam lexuar Ledjan. Jo fshehurazi, po me celular, ulja atë dritën e celularit, duke më thënë ndërkohë se ulja dritën dhe vazhdoja e hapja, e ktheja, derisa në një moment vërtet ishte e lodhshme, por unë s'e ndjeva lodhjen, aq shumë u kënaqa.
u kënaqa shumë sepse libri të krijonte një lloj rehatije që nuk ta krijojnë dot njerëzit në kuptimin jo rehatis, hajde po shtrihem tani, po të rehatis që na krijojnë njerëzit që nuk na ankohen, që nuk na thonë, "Ba, ky shiu është i tmerrshëm", pse ky shiu është shi. Dhe këtë ka Ledia në libër, që t'i jep një botë, e cila është në Tiranë, pastaj befas nuk është në Tiranë, është ke shtëpia e saj, hapa derën e shtëpisë, është mami vet aty, po njerëzit nuk të bezdisin. Ata njerëz që ti takon janë të gjithë, janë njerëz siç duhet jetë një njeri që të mos ta lodhë jetën, mos ta lodhi kokën. Dhe kështu janë personazhet e Ledias, dhe ajo është gjithkohës aty gati për t'i dhënë një dorë, për të marrë një dorë, për të shkëmbyer, dhe tha sa gjëra që her pas here të duken naive siç më duket mua vetja. Gjithmonë. Në fakt jo ca herë, duket shumë shpesh naive dhe them po pse duhet të gënjej? Por çfarë arsye? Unë s'e kuptoj pse po më gënjen një herë, se unë e besoj atë që më thot. Dhe kështu ma thoti me bi mua, që unë ja them njerëzve të tjerë, e pse gënjen ai se kuptova? Dhe kështu është e libri, e pse duhet unë të ta lodh kokën ty? Prandaj unë në këtë thjeshtësinë dhe lehtësinë e madhe të peshës madhe që ka një libër një profesioniste, pata takimin me Ledia, që më bëri të besoj që libri do ketë rrugë të gjatë, dhe Ledia ka rrugë shumë të gjatë, dhe unë uroj të jem edhe të duart trokas, me gjithë krenarinë të qenit njëra prej nesh, se e tillë është Ledia, është njëra prej nesh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kam shkuar shumë në tur me librin, në Shtetet e Bashkuara, gjithandej kjo është kënaqësi jashtëzakonisht shumë e veçantë që të jem këtu në Shqipëri. Faleminderit shumë për pritjen. Jo vetëm tashti, po edhe përpara, nga leximet, nga ato që keni shkruar për librin, e kam vlerësuar jashtëzakonisht. E di që në Instagram ndonjëherë është thjesht si refleks, ajo zemra, po jo, unë e kam në tërmend e kam djerë. Për sa i përket unë punoja në shpjegotuese në New York për shumë vite. Dhe sa herë që punoja, gjithmonë thosha vetes duhet t'i kthehem shkrimit. Punoja në shpjegotuese që merrej me libra shkencor. Edhe udhtoja shumë. Udhtoja në Gjermani, në Kaliforni gjithandej, edhe me atë punë që kisha ishte shumë e vështirë që të shkruaja. Kam shkruar tregime, kështu jo me atë synimin që tamam t'i botoj. Po në New York je shumë afër jetës letrare, kështu që gjithmonë shkoja në për lexime të ndryshme. Isha pjesë e komunitetit të shkrimtarëve, po isha më tepër si ajo që domethënë përpiqet të bëhet shkrimtare, nuk e. Kështu që pastaj domethënë mora një hap të madh që e lash punën, edhe aplikova në përca programe master që janë tamam vetëm për shkrimin. Edhe bëra një master atje në një universitet në Texas. Për 3 vjet aty përqendrohesh tek shkrimi. Lexon jashtëzakonisht, shkruan jashtëzakonisht, edhe ajo ka një si thesis që quhet, që më mbron në fund fare, dhe ajo mund të jetë ose një tregim, ose një kështu libër me tregime, ose një roman. Dhe aty ishte romani i parë që shkrova, që nuk është misinterpretation, ishte romani i parë që shkrova, edhe nuk profesori më tha që mundohu, domethënë ndoshta tha dhe për ca muaj mund ta kesh gati që t'ja çosh agjentëve, se kështu funksionon atje, shtëpia botuese nuk e shikon dot një libër, duhet patjetër të shkojë nëpërmjet agjentëve. Kështu që ai tha mundohu, po sado domethënë që e mendoja ai libër nuk më binte që ta çoja, domethënë. Edhe në fakt isha një lloj zhgënjimi, nga që lash punën, lash domethënë të ardhurat që kisha, gjitha, domethënë, edhe lëviza bëra këtë. Edhe kisha domethënë pak si thuash vështirësi t'i kthehesha romanit prap. Nga që më ishte bërë kështu në mendje si ajo gjëja që më thënë dështova në një farë mënyre. Dështove se merrin ata apo se ndjeje vet? Jo, nuk e ndjeja vet që ishte gati, edhe plus që në atë kohë, domethënë fillua të njihja domethënë shkrimtar, dhe njëri për shembull më tha që ishte botuar, edhe tha që Ledia sa herë që e shikoj librin tim që është botuar, më vjen të shkoja ta marr nga rafi, nga që ishte i pakënaqur me atë që kishte. Kështu që gjithmonë domethënë është ajo që duhet mendosh që ke dëshirën për të botuar, por nga ana tjetër domethënë a duhet ta botosh, domethënë është. Kështu që
Kështu që për një farë kohë nuk Po si jetoj ti? Se jetoj? ku u ktheva prapë në kur bëja masterin, kur bëja masterin ajo të japin një bursë. Është shumë e vështirë të futesh në këtë shkollë, apo të japin një bursë, të japin edhe një punë part-time aty te shkolla, kështu që ashtu domethënë nuk jeton mirë, jeton domethënë jeton tamam si student domethënë. Pastaj kur mbarova të masterin, u ktheva prapë në New York, gjeta një punë tjetër dhe u mora më tepër me teatrin, me thënë të drejtën. Romani ishte diçka që më thënë, kujtoja dhe thosha, thash, diçka që më kisha dështuar. Pastaj domethënë fillova merresha me teatrin më tepër, edhe sado që s'kam pasur ndonjë kështu trajnim në teatr, merresha me teatret teatret domethënë të shkurtra, se këto janë më të lehta për t'i pranuar, teatret atje i pranojnë, nuk fillova domethënë merresha me këto. Shkruaja, vazhdoja me shkrimin. Po, prandaj dialogu është aq i mirë në roman. Po, domethënë mendoj që teatri, shkrimi për teatrin më ka ndihmuar shumë për të marrë për romanin. Pastaj mora domethënë mora me një film dokumentar me një shoqen time për bibliotekat e New Yorkut. Bibliotekat në New York si janë thjesht biblioteka, po janë si qendra që qytetit që bëjnë shumë shërbime për gjithë shoqërinë, domethënë për ata që janë pa punë, për ata që janë emigrantë, për fëmijët kanë shumë shërbime të ndryshme që i bën. Dhe bëm këtë dokumentarin për gjithë të bibliotekën. Domethënë merresha me gjëra të ndryshme, po nuk i thesha dot librit. Pastaj domethënë ju ktheva më në fund librit, kisha në fakt një novel tjetër që kisha po mendoja, pastaj erdhi kjo ideja për përkthyesen. Unë nuk kam përkthyer asnjëherë, domethënë nuk kam eksperiencë fare për përkthyesen. Ishte thjesht një mundësi vullnetare që më tha një shoqja ime për një organizat që ndihmonte ata që kishin mbijetuar torturat. Dhe unë thash, po, mund ta bëj, ai që ndodhte aty kishte të njëjtën histori si Alfredi, ai që mund të ta bëja, unë thash po, ama diçka ndodhi, nuk arrita ta bëja, domethënë ndoshta me kohën aty, kohën time. Dhe pastaj ajo më ngeli në mendje. Ai domethënë e kësaj si mund të shkoj përkthyes, domethënë mendoja domethënë se çfarë lloj personi mund ta bëj këtë punë. Se për shembull unë e di që unë nuk do isha jam shumë e ndjeshme, nuk mundem të çoj dikë tek psikiatrit e psikologu që të jem aty domethënë pjesë ose edhe doktori. Doktori nuk doktori shkon me dikë të familjes, me dikë të afër. Edhe pastaj fillova të mendoja domethënë se çfarë lloj personi mund ta bëj këtë. Domethënë mendova që ajo duhet ishte shumë e fortë. Gjëja kryesore që mendova ishte që ajo duhet ishte shumë e fortë. Pastaj kur fillova duke shkruar, ndonjëherë diçka ecën, ndonjëherë diçka nuk ecën, kjo vazhdoi të ecte. Dhe ardha të kuptoj që s'ishte thjesht që ishte e fortë, kishte edhe ato që nuk ishte aftë të kuptonte vetveten në shumë raste. Dhe në një farë mënyrë kjo ishte një udhëtim i një personazhi që po arrin të kuptojë vetveten. Shpesh e them është pak si është ndonjëherë domethënë bëjmë kështu si shaka me një shoqen time, themi që jam vetja që ajo që jam dhe ajo që duhet jam, për shembull. Them për shembull që Ledja që do desha tisha, do e bënte këtë. Nëse Ledja që jam, domethënë nuk e bën, ose diçka e tillë. Domethënë ke një lloj hapësire. Nëse ky personazh është interesant për mua nga që kjo hapësira si duket nuk ekzistonte. Kjo ishte tamam idealja, domethënë bënte gjithmonë, domethënë atë që vinte e donte. Kjo ishte për mua domethënë ishte interesante për këtë person, edhe ishte domethënë një lloj udhtimi në atë mënyrën se si ky personazh arrin ta kupton vetvetes dal nga dal ato topsit e veta që më përpara ndoshta dhe nuk i kishte parë, domethënë. Nuk e di, dëgjova në një podcast një shprehje, edhe ishte diçka si thuhet në anglisht, tani që nuk do të duhet të jesh e mirë, mund të jesh e lirë. Po, tani që nuk do të duhesh të jesh, po mund të jesh e lirë. Edhe atë mendova, domethënë që ndoshta në fund fare ajo Zinovia terapistja mund të kishte thënë diçka asaj, domethënë. Shumë e bukur. Por si ndodhte që sikur bien kufit, në kuptimin nuk e ndjen shumë emigrantin, nuk e shohun emigrantin aty. Më thënë, ata janë emigrantë të gjithë dhe prapë nuk e shih. Ata i zënë vendin e tyre në botë. Interesant. Shumë interesant. Mendoj unë. Po jo, më pëlqen ai, po mendohem. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Gjithë më thonë imigrantë, po nuk e di.
nuk di, më vjen mirë ashtu që domethënë që nuk është tipike ashtu domethënë siç e mendon ti, domethënë që nuk është klishe, domethënë e imigrantit. Nuk e di, ndoshta është vërtet, ndoshta edhe nga ajo në New York për shembull, unë kam shumë shoqëri nga njerëz që janë nga vende të ndryshme, mirë po janë i shikoj gjithmonë për ato që bën. Njëri është aktor, njëri është piktor, e ke parasysh, nuk e di. Ndoshta kur je dhe artist e ke mendjen më tepër tek arti, përqendrohesh më tepër domethënë tek ose edhe tek humaniteti dikujt, domethënë. Nuk shikon. Nuk e di, ndërkohë unë nuk e kuptova këtë që ajo ishte shkruar në anglisht. Kujtova, domethënë edhe pse mendoja që po komunikonte redaktorja, jo përkthyesja, nuk e di kush komunikonte tek ato. Më thënë, ajo shkruar në anglisht e gjitha, ty të vinte në Po gjithçka ishte në anglisht, gjithçka ishte, po përkthimi është interesant, është një shkrimtar amerikan që ai thotë që Walter Benjamin Quinn, ai thotë për shembull që një libër i përkthyer nuk i përket asnjë gjuhë. Është një jeton në një botë të veçantë, pothuajse, nuk i përket as shqipes as anglishtes. Ndërsa unë kur lexoja këtë, nga fakti që jam shqiptare, nga fakti që di shqip, domethënë, sikur po luftoja me këtë lloj koncepti, domethënë, nga që shikoja diçka domethënë që ishte domethënë e përkthyer që më dukej sikur nuk ishte tamam shqip ose kështu, edhe domethënë boja një lloj ndryshimi aty që kjo më duket se duhet. Edhe në fakt ka qenë një proces me të pikërisht me të treja. Do me thënë, pasi e pa Margaritës, se Margaritës, do me thënë, pasi Margarita e përktheu, ja quam Ledjas, dhe Ledja bëri goxhan ndryshime. Kam lexuar një pjesë ti ke lexuar variantin final, korrigjimet e Ledjas po. Po, ka qenë Ledja që korrigjon. Sepse ishte në një proces ti patë një lloj kështu tendence, dhe në fakt ky proces është shumë interesant përkthimi. Edhe për shkak se vetë njëri nga personazhet është përkthyese dhe është shumë e rëndësishme kjo gjë. Në fakt, unë do doja, nuk e di, nëse mund ta pyesnim pak Margaritën, para se pastaj t'ja kalojmë pastaj edhe fjalën edhe Ivës, sepse tham që libri lexohet në mënyra të ndryshme dhe secili nga ne ka lexuar në mënyra të ndryshme, po Përfuzon thot Lidia, më fal, po flasim për një libër. Pikërisht, cili libër? Atëherë, rëndësishme është të marr pjesë, urim edhe një herë Lidias. Për mua, në përkthimi keq kuptimit, nuk ishte thjesht ajo sfida profesionale e radhës, unë merrem me përkthim Erlinda e di, kemi një bashkëpunim shumë të vjetër, por ishte diçka shumë interesante për mua, sepse unë qëlloj që në këtë libër me një personazh, një interprete, do të thonë një përkthyese me gojë, është personazhi kryesor, ka qelluar ta bëj unë interprete në Bruksel për shumë vite, ku kam dhe gjitha një pjesë të vetes duke përkthyer librin. Domethënë më lart përshtypjen se e keni bërë këtë lloj pune, aq realisht e ka sjell. Duke përkthyer gjeja veten në ato vite unë në Bruksel dhe i kam kaq të fiksuar aca, domethënë kaq e ndjeshme në ato histori që mos kam përkthyer në sistemin e drejtësisë në Bruksel. Dhe janë gjithmonë historira jo të bukura. Ka dhe njerëz pafajshëm të gjendur që i ka kap ajo rrota dhe mundohesh me gjithë më janë fiksuar në kujtesë, domethënë ca pamje djemsh të rinj të kapur në histori të ndryshme, edhe sot i kujtoj mbas shumë kohësh. Në roman, duhet ta them këtë gjë, në roman, por edhe unë nga përvoja ime personale si interprete, po them, punën që kam bërë atje, e kuptoj shumë mirë që ky proces i përkthimit nuk është thjesht një proces teknik i thatë, gjuhësor, ti përkthen, përfshihesh emocionalisht, është një proces emocional. Domethënë detyra, profesionin ta kërkon thjesht e ftohtë, distante, neutrale, nuk mundesh. Ti dëgjon aty, nuk dëgjon thjesht fjali, dëgjon histori, dhe sidomos histori të dhimbshme. Ka ngarkesa, ka ndjenja dhe dashur pa dashur ti bësh pjesë atyre. Dhe nga njëra anë duhet të ruash atë distancën profesionale dhe nga ana tjetër është kjo empatia njerëzore. Edhe gjithë kjo momenti është çelësi, domethënë është si ta gjesh këtë ekuilibrin e duhur dhe Ledja e sjell kaq bukur, domethënë e trajton bukur këtë kufirin delikat mes empatisë njerëzore dhe distancës profesionale. Ka ndjeshmëria e madhe që një autor përshkruar një skenë të dhimbshme. Kjo nuk i ndodh vetëm përkthyesi, kjo i ndodh edhe lexuesit. Domethënë, nuk e di kush problemi. Të gjithë na ka ndodhur që kemi mbaruar një libër edhe si më fushuar do të çari. Eksakt, po unë them, si fshihesh ti aty, je bësh pjesë. Po bëhesh pjesë, ta premtoj edhe si lexues dhe s'ka diskutim, çdo njeri që merr një libër dhe lexon. Por unë them që si përkthyes patjetër duhet
çfarë jep autori me shumë emocion. Atë emocion një përkthyes i mirë duhet ta transmetojë me përpikmëri se s'bën. Absolutisht. Ndryshe, përkthyesi është i dështuar. Dhe nëse përkthyesi nuk shkon në për këtë llagëm, le të themi, Absolutisht e përveç vërtetë. asaj të kapjes të emocionit të fortë dhe sidomos të për ta zërit, dhënë. dhe sidomos të zërit, se kam përshtypjen që jemi shumë përkthyes këtu dhe kthehet pastaj në një diskutim që është shumë e rëndësishme në fakt. Po kemi bërë pafundësisht dhe në fakt zëri është shumë i rëndësishëm. Më sa arrin një përkthyes të marri zërin po kjo për sa i përket përkthimit letrar, por në fakt më sa kuptoj, Margarita po fliste shumë edhe për përkthyesin në këtë moment, pra në këtë lloj personazhi, tek personazhi i librit, i cili është përkthyes, natyrisht do bëj punën e vet, por është shumë e rëndësishme se sa përfshihet trauma, sepse kjo është gjithë keqkuptimi, në fakt, besoj se e thot dhe vetë titulli i librit, keqkuptimi lind pikërisht nga kjo lloj gjëje, nga kjo ngjizje e traumave që ti nuk e kupton a është e njërit apo është e tjetrit. Më thënë është pikërisht është, mund të marrim si shembull edhe Javier Mariasin për shembull tek libri Një zemër kaq e bardhë. Se sa, po është një proces shumë i rëndësishëm dhe tepër i vështirë për ta shpjeguar. Po libri në fakt ka edhe shumë të rëndësishme këtë gjë. Kur të kem këtë përplasjen e dy atëdheve apo këtë ndjesinë të mos përkitjes as në një vend as në një tjetër dhe jetë këtu dy dhe nuk jetë asnjëri. Dhe këtë gjë unë e ndjeva te libri Ledjas dhe duke mos e ndjer dhe aq te personazhi kryesor që për mua ishte pak i ngjashëm me mua për shkak të historisë personale të martesës, e ndjeva edhe te personazhet e tjerë, te këta emigrantët më të rinj që vinë në New York, sidomos te figura e kushurirës, te tipika emigrantes që përpiqet që të kapet pas jetës, të marrë më të mirën e këtij atdheut ku ka ardhur, që është ajo më e bukur e këtij libri për mua është fakti që jo tek ato që Ledja thot, po ato që na fsheh. Është jo më kot për mua libri fillon, nuk e di tani, duke edhe Ledja duke folur, është pak shumë ndoshta t'i kërkojmë që të futet në këtë laboratorin se si e dëgjoj këtë ngjarje, unë po dëgjoja me shumë vëmendje, duke treguar se si një histori, ajo e çoi në një paralele që mund të ndërhyj tek personazhi kryesor, që në këtë rast është përkthyesja që jo rastisht mund na e tregoj Ledja, e ka lënë pa emër, pse e ka lënë pa emër, dhe është pikërisht hyrja e këtij personazhit që ajo do përkthej, që shkakton edhe një tronditje në këtë martesën e saj. Jo më kot është një personazh që hyn edhe i shkakton këtë tronditjen, që në fund mbaron, duket sikur nuk mbaron. Zakonisht unë kam një zakon të keq që më ka ngelur nga shkolla, që dua të shkoj te fundi i librit edhe të shoh si mbaron. Madje në raste të caktuara kjo dhe më të shtensionon, sepse ajo greçka për të mbajtur subjektin, mua ndonjëherë më bën që të humb rrëfimin, sepse dua të di si mbaron ngjarja dhe shkoj direkt te faqja e fundit, e di ky vdesa i shpëton edhe pastaj lirohem edhe them unë një libër nuk e lexoj për subjektin, por e lexoj për mënyrën se si shkrimtari shkon te ky fund, pra për thurjen. Në këtë rast preferova mos ta bëja këtë gjë në fund, por të shkoja drejt kësaj mbylljes, jo mbyllje të Ledjas, dhe të shijoja dhe për fatin tim, Ledja nuk ishte bërë këtë mbyllje dhe po ta kisha çuar nuk do kisha kuptuar asnjë gjë, sepse nuk e kishte bërë këtë mbyllje klasike dhe është nga ato libra Një grackë fort. Një grackë shumë e bukur kur ti me vërtet shijon rrugën. Kështu që do doja të dija pak më shumë për Ledjan, duke e takuar këtu për herë të parë, i zbraza disa pyetje, kisha bërë në trurin tim këtë kurthin tjetër të madh, që harroj që ky është një roman, dhe duke të parë që Ledja pak a shumë është, jemi gjithë të vjetër, është mosha ime, ose siç tha Arlinda kur e pyeta çfarë moshe ka, duket mosha. Po është e re sa ne, tha tani. Se ishte me traumë këtu. Është e re mosha Po jote. duhet se vjetër nga Kujtoj ca trauma që nuk munda t'i shmangesha, ca trauma të viteve 90 që i kisha harruar. Në faqen e fundit thash dhe unë kam nevojë për të vajtur prapë tek psikologu, sepse e kisha zhdukur në një zyrtar dhe nuk i kanë folur, ato traumat e viteve 90, të ndjekjeve, të frikrave, sigurisht
nuk u shmanga dot, mendova që ishte jeta e saj, doli që nuk ishte sigurisht jeta e saj, por ka elemente pa diskutim. Ato se di Ledia, e kujtosh. Jo sapo më tha një që nuk e di nëse Ledia do vazhdoj ta tregoj diçka që tregon që nuk është jeta e saj. Unë e kisha marrë të mirë qenë duke e pyetur për prindrit që ishte. Po e buri duhet të jetë. Ishte autobiografi. Po, megjithatë dua ta them diçka që ka shumë probleme, gjitha problemet që ka ajo, unë nuk kam pasur asnjëherë me burin tim. Se nxjerrësh histori familjare, histori të tuat, apo do kesh kiç kuptime në fund. Jo, po për mendimin tim ajo është për mendimin tim ajo duhet jetë qëllimi i çdo autori që ta besojnë atë që po lexojnë. Do ishte shumë më keq nëse ti do e lexoje këtë dhe thosha mua kjo nuk më bind. Ky tregim sikur nuk po shkon. Domethënë që këto që po thot kjo në vitet 90 kur kemi qenë në shkollë të mesme, nuk kemi qenë fëmijë, pak a shumë se fëmijë kur ja aq era. Edhe ndiqeshim nga burrat mëdhenj. Këto domethënë nuk më duket e mirë. Kështu që mua më bëhet shefi që të tingëllon e vërtet, nga që them që çdo roman ashtu duhet tingëlloj vërtet dhe besoj që ajo është shkrimi, është një fantazi, është një mashtrim i bukur. Tjetër, për emrin që e kam lënë pa emër, është një desha të thosha diçka të thellë, që pse është pa emër, do një kështu, po e vërteta është që u mundova të vija shumë emra, asnjë nuk i ngjiste, asnjë. Edhe thash në fund fare, do jetë pa emër. Më fal. Po vjen shumë natyrshëm, harrohet. Po harron që e thua, po nuk po e ka thënë emrin, është vërtet. Po, nuk është. Në fakt me këtë pjesën e stokerimit po e quaj në anglisht, po në fakt ndjekja. Ne kemi jetuar pak a shumë në të njëjtën kohë dhe kemi bërë një diskutim të gjatë me Ivon. Ishim për drek edhe diskutuam këtë punën e historisë. Unë kam përshtypjen, ndoshta s'ka ndodhur Ledia, po secilës nga ne që kemi jetuar në atë periudhë, ne kemi qenë tek Asim Vokshi, 92-96, kemi qenë nxënëse, por shumë tek shkolla jonë, pikërisht tek shkolla ku kemi qenë ne, ishte vendi më i frikshëm në këtë. Dhe besoj që në qoftë se nuk e ke kaluar vetë, shoqja jote apo një njeri aty pranë, si histori të tilla, sidomos në shkolla jonë qarkullonin pafund. Dhe Iva, që ka qenë në Fier për shkak të atë kohë, më ka treguar një histori të tillë që është njësoj. Pra ishte një moment shumë i vërtet, dhe vjen shumë i vërtet në libër. Do të duket tamam sikur e ke kaluar, do të duket aq i vërtet, se pavarësisht se nuk ka rëndësi ta thuash është jote apo po e ke pasur pranë. Jo, ishte interesant fakti që nuk e kisha ndërmend fare të shkruaja për atë. Nuk ishte diçka që kisha planifikuar, nuk ishte, domethënë shpesh herë shkruaj pa, domethënë planifikuar. Kam një ide kështu të vagët për fundin, se si do përfundoj, po në përgjithësi e lë veten domethënë të shkruaj. Për shembull, Mati më them edhe ky udhtimi në Berat. Udhtimi në Berat unë qellova që isha në Berat me familjen time. Edhe isha duke shkruar librin, edhe domethënë u fut dhe Berati vet. Domethënë ai hoteli ka qenë hoteli ku kam qëndruar. Domethënë vetëm se unë nuk isha si përkthyesja duke kërkuar burrin, duke ecur rreth rrumin ku është Billi. Po isha domethënë me gjithë familjen edhe kështu që vjen shumë gjëra. Diçka që më pëlqeu shumë ishte që në ndryshim nga shumë shkrimtarë të tjerë të larguar, Tirana jote ishte shumë e bukur. Ta kanë thënë dhe të tjerë? Ma ka thënë dhe të tjerë edhe jo, edhe shqiptarë dhe të huaj, dhe më ka habitur nga që më dukej kur e thonin atë sikur prisnin diçka tjetër. Ose sikur Tirana kjo. Ata që ikin shkruajnë për një Tiranë të zymt. Tirana jote ishte thash ua unë jetoj në një qytet të bukur kur e thash. Duke edhe kur nuk ka pasur drita edhe përndiqeshe. Po Tirana vetë bukur ishte, ishin njerëzit që ishin në hallkat e tjera të jetës. Po Tirana gjithmonë piramida e punë ka qenë, edhe ku ka qenë e shkatruar, vend që vini dhe kaloi e kohë. Liçeni ka qenë, gjithmonë i bukur ka qenë. Patjetër nuk ka pasur shumë saltanete, po ka qenë një vend që ti shkoja për shëtitje, kështu që gjitha ato gjëra tipike të Tiranës nuk mendoj që kanë ndryshuar. Edhe kjo ndjesia e zymtësisë, e zymt ka qenë koha, nuk ka qenë qyteti. Qyteti gjithmonë gazmor ka qenë me vibe të mirë, pozitivitet, dhe gjithë pranues, edhe gjithë përfshirës. Nuk ka qenë antagonist qyteti në vetvete. Ka qenë kohët, mendoj, pak më të mbrapshta, ose janë kohët të mbrapshta.